Mbetërinë të ndryshme të hedhura kudo dhe xhubt e vatrave të zjarrit të ndezura për djegjen e tyre, kjo është pamja që të ofrojnë brigjet e lumit Kier tek ish fusha Druve në Shkodër. Vjen ndotja e brigjeve të lumit Kier, pikërisht këtu tek ish fusha Druve, gjithë zona është e mbushur me mbetërina inerte dhe urbane, ndërsa shpeshherë mbetërinave ju vije dhe flaka, duke ndotur krejtësisht mjedisin përreth. Mbetjet e materialeve plastike inerte, lëndë drusore dhe mbetërinat të konsumit familjar janë hedhur përgjatë gjithë gjatësisë së shtratit të lumit Kier, duke ndotur mjedisin përreth. Ndërsa kur lumi Kier ka prurje të mëdha rrjedhë aty merr përpara mbetjet e hedhura, duke shkaktuar ndotje dhe dëmtim të biodiversitetit aty ku kalon, ndërsa një pjesë e tyre përfundojnë në det. Krahas ndotjes mjedisore, prezenca këtyre mbetërinave dhe inerteve po ndikon edhe në devimin e shtratit të lumit, duke u bërë shkaktar për përmbytje të tokave gjatë stinës së rreshjeve.